Detajet të reja janë zbardhur nga operacioni i koduar Blok 33 që çoi në arrestimin e 25 personave të cilët shpërndanin kokainë në zonën elitare të kryeqytetit në blok. Uniformat blu goditën disa grupe kriminale që shisnin doza të drograve të forta në lokalet e natës në zonën e ish-bllokut. Nga 33 masa sigurie që ka caktuar gjykata, u ekzekutuan 25 prej tyre me masën e sigurisë arrest me burg për 24 persona dhe një arrest shtëpie, ndërsa janë shpallur në kërkim 8 persona të tjerë. Sipas burimeve, lënda narkotike shpërndahej kryesisht në zonën e bllokut në lokale të cilat frekuentoheshin nga persona VIP, në pranga kanë rënë edhe punonjës lokale, kryesisht kamarier, banakier e menaxher. Ndërkohë që droga shpërndahej kryesisht në lokalet e natës në blok, por edhe në zona të tjera të Tiranës. Durim dhe Artur Gurzi, vëllezër kanë qenë koka e këtij grupi. Pasi së bashku me 3 të shpallur në kërkim, siguronin kokainën dhe ndanin rolet e antarëve të tjerë të grupit kriminal. Sipas policisë, gjatë periudhës hetimore janë identifikuar 42 persona pjesëtar të grupeve që ushtronin këtë veprimtari kriminale.